thirrja e njerëzve në rrugë të Zotit xhaleshanuhu. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." A ka fjalë më të ëmbël dhe më të mirë se sa fjalët të cilat i drejtojnë njerëzit ke Zoti xhaleshanuhu. Edhe pas thirrjes në Islam, njeriu të veprojë punë të mira dhe të deklaroje me gojën e tij, por edhe në praktik, se është i nënshtruar ndaj Zotit xhaleshanuhu dhe ndaj fejes së Allahu xhaleshanuhu. Prandaj as pak nuk mbani nderuar i vëlla fjala e disa njerëzve të cilët thuan se me derë se deri këtu jemi, mikrije. Nuk ka fjalë më të mirë dhe më të bukur i nderuar i vëlla se sa fjala e Allahu xhaleshanuhu. Nëse vallahi konsideron fjalën ose muhabetin e kafenes se është më e mirë se sa fjalët e Allahut dhe shpjegimit të fjalëve të pejgamberit alayhis salam, menjëherë Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot gabim e ke. Nga se siç thot Uthmani radiallahu anhu, një zemër që është e pastër asnjëherë nuk ngihet, nuk lëhet me dëgjimin e fjalëve të Allahut dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam.